Paraditën e të mërkurës, për rreth 1 orë, banorë të fshatrave të njësisë administrative të Thumanës kanë blokuar rrugën që lidh aksin e autostradës Thuman-Kashar pranë Gramzës. Kjo pjesë e rrugës prej 500 metrash është të bërë makthi drejtuese të automjeteve në amortizimi dhe jetëre në këtij aksi. Banorët kanë blokuar për rreth 1 orë rrugën në shenjë proteste ndaj institucioneve për indiferencën që tregojnë për mirëmbajtjen e kësaj rruge. Na kena një rrugë ku lidh 3-4 fshatra, 500 metra rrugë, lehet me qëllim në këtë zendje, zendja flet vetë, dhe na kena dalë protestojmë për një të drejtë që na takon. Kjo rrugë ka qenë e shtrume, e kalueshme, u pa autostrada, shëllimet dihen, shëllimet janë se kush i marrë 3-4 veta që këta në Shqipnin e kanë blet, e na shkatrojnë këtë drejtë që dhe kena drejtën e Zotit për të kaluar këtë rrugë. Na detyru ta bllokojmë këtë vend, sepse kjo ka më shumë se 6 muaj se është qështu në këtë formë. Dhe ne veç me kalu me tank, se këtu nuk kalohet me mjetet vogla, as të mbaja tu. Kur patën nevojë këta me kalu me ndërtu atë stradën na të çoptu nxithen, tash këta e lojnë kështu mëshirë të fatit, makinat i kena degeneru gjitha, vetëm i bëu shërbime e zona, shifet vetë gjendja se si është. Jo, unë jam nga fshati Fushdervend. Puna që u bë e keqe u bë nga autostrada që u ndërtu Thuman-Kashar. Me shku tashi në rrugën Fushdervend poshtë, sot kam pas burim aksidenti, do me thonë jo i herë, po mbi 4-5 herë ditë burim aksidenti, sa është bë rruga 2 kalimshe, rruga poshtë është me 1 metër ujë, sot këtë zendje, nuk kalohet dhe burim aksidenti për çdo sekond. Do të protestojmë për shtrimin deri tek mbikalimi, e këtu si është problem. Kalojnë shumë mjetë këtu. E kalojnë të na xhiranë, sepse nuk paguajnë taksat atje, kalojnë të na xhiranë dhe na prishin rrugën. Vjen këtu sigurisht në Kabul jo edhe në Shqipëri, ç'a bëhet kështu? A mendoj ky popull ç'a bëhet? A mendojnë këta qeveritarë? Tani qysh? Të rrimë tani për qevin, ju keni drejt, kjo është protesta më e kohës. Në mbështetje të protestuesve ka shkuar dhe aktivisti i shoqërisë civile Aulon Kalaja, i cili tha: Ju kanë jeta gati 1 vit. Janë 3000 banor, 3 fshatra, Gramza, Sukvenda, Zbregu Lumit, që ju nxihet jeta për ditë në këto balta, në këto gropa, jo vetëm që makinat ju bëhen për shërbime, por nga ana tjetër duhet durojnë edhe trafikun që prodhon autostrada, që ndodhet pas shpinës time, që të gjithë makinat nuk ja ka borxh Gramza që të kalojnë këtu. Mirë që kalojnë, po pse nuk e shtrojnë? Sa kanë marrë vesh që të bëjnë protestë, kanë ardhur kanë hudh çakull këtu, por nuk është zgjidhja çakulli. Këtu duhet asfalt, edhe asfalt me 25 cm trashësi, si standardet europiane, se kalojnë makinat e tonazhit të rëndë. Banorët janë të vendosur, kanë deklaruar të vijojnë protestat deri në rikonstruksionin e plot të kësaj rruge shumë të rëndësishme për jetën e tyre.